po të donte opozita, edhe sot e bën qeverinë. Sot, kur po flasim na sonte, dhe i neshën 12 ditë, na mujë me quhe shumicën. Me listën sërbe? Jo, të lutem. Në këtë situatë, ideja edhe një palë gjithë tjera nuk ekziston. Pra, unë ndëgjova Kurtin që tha një palë, nuk është ashtu. Ai ka pak me tut është, mi tut ka pak qytetarë. Jo, është një fare logjike që nuk po zgjidhet problemi pse s'po votoni mu. Të lutem, pas tyre zgjedhjeve ka më bëni qeveri. Pra, s'ka shans pa u bë qeveria e vendit, ka më bë gjithçysh. Pra, s'ka dilema në te, dhe do t'i kenë, për shembull, 2-3 muaj kohë, me gjithë një formulë edhe për zgjedhjet të prezidentarshëm. Jo, 2-3 muaj se natyrisht, po... Zoti Haradinaj, mja o pas ty, veç pak, mja o pas ty pëtazëm, se në pas kërku Zoti Kurti votat nga AK për qeveri të minorancës, a i kështë jep? Jo. Qoftë të përkoshme, 2 muaj, 3 mi kryti sa punë? Jo, ne kemi pas edhe mbajmë qëndrim politik, jo Kurti 3. Pra, kjo është një qëndrim i sqaruar që vjet tona, edhe nuk nëshon. E procesit zgjedhor, a më mendon që nuk e bjen një qeveri të cilën po jeni i sigurt që ka me ndodhë, e që nuk ka me qenë Kurti 3, apo shpërlohen këto deklarata me një proces 3 zgjedhor, zotëria Haradinaj? Tani, po të donte opozita, edhe sot e bën qeverinë. Sot, kur po flasim na sonte, dhe i neshën 12 ditë, na mujë me quhe shumicën. Me listën sërbe? Jo, të lutem. Jo. Ma shumë kem na votë shqiptare që vetë vendosje. Saktë është kjo. Po. Mëse harrotë, 4 vota i kem ma shumë. Po flasim a është vote mjaftueshme, se ka njerë me pas ma shumë, s'do me thonë që është edhe mjaftojnë. Pra me mjaftu nuk po mjaftojnë. Në momentin që ne kem 52 nënshkrime të gatshme për një qeveri, unë t'i garantoj ato non të pakicave josherëve, vinë me njëherë. Se ata shkojnë me ato që ka shumicën, nuk e kanë në një qytet. Po e shojmë që nuk shkojnë, zotëria Haradinaj. E kemi Duda Baljen që nuk po shkojnë. E kemi Veton Ademin që e ka shumicën vetëvendosje, nuk po shkojnë. Pra nuk po shkojnë me Albinin. Unë po ju siguroj me pa pasun mandatarin sot, unë ta garantoj çdo vot të pakicave josherëve në parlament. Edhe të Elber Krasniqit e të Emilia Regjepit? Çdo vot të secilit. Pse? Ata përfaqësojnë një komunitet, ata nuk e kanë luksin me lonë komunitetin e vetë pa përfshim qeveri. Nuk është pa i tyne, pse nuk o zhjedh Albini, pse zhjedh Ramushi ose një tjetër, ata ja kanë dëshmu realitetin Albini që i kanë dejt Beshnik, diri sa ajë s'ka mujtë me bo qeverin, nga i moment që i ka dështu Albini, Fikrim Danka i ka dur dhe lira, edhe Elbeti edhe i tjetëri, mos me lonë komunitetin e vetë pa përfaqësu në qeveri. Edhe Emilia dhe Cecilia Albert Kinolli dhe i tjetëri, të gjithë e kanë. Pra kjo është realitet në Kosovë, edhe nuk duhet me i fajsu, pse e kanë votu Albinin, se kanë bashkë qeverisme, to janë konë me to, kanë na e dejnë në ditë, aj nuk dur në breg, nuk i qojnë qeveri, nëse dikush i dhe i qonë ata shkojnë, kjo është diska që kur kush duhet asë mi qitë pikpyti, asë njerë,